Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas një videoje të publikuar në rrjetet sociale nga ish oficeri antidrogës Dritan Zagani, i cili pretendon se gjatë protestave në Tiranë, kreu i qeverisë ndodhej jashtë vendit me shpenzime publike. Në një postim të gjatë në rrjetet sociale, kryeministri Rama ka hidhur poshtë këtë akuzë duke sqaruar se udhëtimi në Zvicër ka qenë plotësisht privat. Në Zvicër isha i ftuar privatisht nga Art Basel, panajëri i përvitshëm i galerive më prestigjioze të artit në botë, ku janë prezantuar edhe veprat e mia. Kemi dhe i qëndruar një ditë e gjysmë me bashkëshorten, si gjithnjë në këto raste, plotësisht me shpenzimet tona. Ai theksoi gjithashtu se gjatë të gjithë karrierës së tij publike nuk ka përdorur fonde shtetërore, por udhëtime private. Në thuajse 3 dekada shërbim publik, kur nuk ka malltuar privatisht me lekët e shtetit dhe e njëjta gjë vlen edhe për familjen time. Rama është përgjigjur dhe akuzave të përsëritura në vite, duke lejuar një deklaratë të tij të mëhershme, rreth 20 vite më parë, kur nuk më ishte rregjur ende lëkura me baltën e shpifjeve të akuzave pa hesap, pata vënë kujon publikisht duke thënë që s'ka bir nëne, a bir kë, që të gjej në xhepin tim 100 dark, që s'është fituar me punë të ndershme. 2 dekada më vonë, nuk jam më natyrisht ai 40 vjeçari pa mësuar ende me qenërinë e arenës plot bal të jetës politike, i cili hubte gjumin nga plagët përvoluese të shpifjeve dhe akuzave kriminale. Në reagimin e tij, kryeministri kritikon ashpër limën e debatit publik në rrjetet sociale, duke e cilësuar atë si një hapësirë ku sipas tij rrënja e shpifjes përhapet më shpejt se e vërteta. Kush shpif apo akuzon pa prova kundër jush, ose e ka bërë vetë atë për të cilën ju akuzon, ose do ta bënte, po të ishte në vendin tuaj. Prandaj edhe xhelozia apo urrëtia ose të dyja bashk e bëjnë ti besojnë çdo maskaradhoku që nxjerr nga goja. Nuk shoh se si bota ku jetojmë është bërë gjithnjë e më shumë fal rrjeteve sociale, lëndina ku ferrat e pafundme të renës shumohen me shpejtësinë e klikimit, ndërsa lulet e së vërtetës mbyten rëndomt nga ferrat. Në fund të postimit, Rama i referohet edhe teksteve të shenjta, duke theksuar se shpifja konsiderohet një nga aktet më të rënda morale në shoqëri, ndërsa kërkon dallim të qartë mes kritikës dhe akuzave të pabazuara.